Nëse pini kafe me stomakun bosh, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Sapo zgjoheni në mëngjes, shumë prej jush vraponi për të përgatitur një kafe dhe zakonisht e konsumoni me stomak të zbrazët. Edhe pse kafeja ka efekte pozitive në disponim, konsumi i saj mund të ndikojë në funksionet e trurit dhe në performancën atletike, por pirja me stomak të zbrazët mund të jetë një zakon i dëmshëm. Preferohet që të hani diçka përpara se të konsumoni kafe për të mbajtur të qëndrueshëm sheqerin në gjak. Një efekt i rëndësishëm është rritja e gjasave për të shtuar në peshë, sidomos ata që kanë një përqindje të lartë të kafeinës në trup në mëngjes. Duhet jeni të vetëdijshëm se mund të prish nivelin e insulinës, duke çuar në dëshirën për ushqime me yndyrë të lartë dhe me sheqer. Antioksidantët, të cilët përmbajnë sasinë më të madhe të kafes, shoqërohen me një lloj acidi, që gjendet në shumë fruta. Prandaj një filxhan i kafes së thjeshtë me stomak të zbrazët mund të stimulojë sekretimin e këtij acidi dhe të shkaktojë probleme në stomak.